keq një vend edhe që të bojë. po të punë mirë, edhe për to. Mërëna për mërëna, njerëzve dhe njerëzve në përditme. Pamin që me një pamin një veron vogël këtu. Pastaj sigurisht Ajo është e modë, të shohim, të ndave një pjesa, po që është shumë të arishtajnë. Me anë kësaj. Aty pasë me është i babosin në dhem, dëmë që më një mani që në pamin në kollë është ai që një shërën, jo një një pëse shumë një, që ne shumë i kollë drejtë në shetë që është një shtarë, që një shërën, që ka jetë edhe për tu, sigurisht besimtar, e në një forë vendet pelerinazh, në një që pelerinazh. Sot në këtë vend jemi akoma duke përkujtuar 35 vjetori e lirisë në këtë vend, edhe më mirë si shohim edhe nga fotografie që është mbrapa, momentin në të cilin në një farë mënyrë ka filluar një farë liri, njerëzit janë mbledhur në këtë vend për të kremtuar një meshë. Por sigurisht këtu nuk jemi vetëm duke përkujtuar një ngjarje, jemi këtu duke përkujtuar e më shumë duke vlerësuar kuraju, guximi që kanë pasur këto njerëzit. Besoj që akoma sot ne kemi nevojë për njerëzit guximtar, sepse akoma sot kemi nevojë të luftojmë për lirin, luftojmë për dignitetin e njeriut. Akoma sot kemi shumë ngjarje në të cilin liria e njeriut është e shkelur. Kemi nevojë të marrim guximin e tyre për të luftuar për liri, për demokraci, kundër dhuna, kemi shumë nevojë për paqe, për harmoni, njerëzit vuajnë në shumë mënyrë edhe dhuna psikologjike, dhuna që vjen nga padrejtësi, dhuna që vjen nga gjërat të ndryshme. Atëherë, unë besoj që duke përkujtuar 35 vjetore, kemi për të mësuar prej tyre kurajo, për të luftuar, për që të ndërtojmë një qytet, për të ndërtojmë një komunitet të përbashkët, në të cilin në të vërtet mund të jemi të lirë. Falenderoj për këtë vizitë që vlerëson jo vetëm këtë vend, por vlerëson marrëdhënie që ne kemi së bashku. Unë jam shumë i lumtur që sot ju vizitoj këtu në këtë vend. Edhe që po i thoja dhe kolegëve të mi që ky është një moment për të reflektuar, edhe për të medituar, edhe për të çuar në mend një nënor të përbashkët të krishterëve edhe muslimanëve të Shkodrës, që bashkarisht pa asnjë lloj dallimi, dorë për dorë e krah për krah, shënuan atë që unë thash edhe në hutben e ditës së Xhuman në xhamin e Plumit, atë që është ngjarja më e rëndësishme e shekullit për ne. Edhe besoj se ajo që ka ndodhur në këtë nënor të para 35 viteve është pa asnjë dyshim dhe pa asnjë më dyshje ngjarja më e rëndësishme e shekullit, sepse njerëzit përzgjodhen me u nda një herë për gjithmonë nga ajo që e përmendni edhe monsinjori, nga dhuna, nga ekstremizmi, nga terrori, nga komunizmi, nga një mënyrë e përshtatshme e të abuzumunit me drejtat edhe liritë e njerëzve. E këta burra, nana, besimtar, ju dorëzuan Zotit, edhe hoqën frikën, e dëbun frikën, ashtu siç edhe ne sot në përpjekjet edhe bashkëpunimet tona edhe angazhimet tona të përditshme duhet me u nda nga frika, sepse frika e ban njeriu me jetu skllav, edhe nëse është në majat më të larta të zhvillimeve njerëzore. Unë mendoj se ne sot jemi në një vend, edhe po përkujtojmë bashkarisht në këtë muaj të begat për të gjithë ne,
një shkëndi që nuk shuhet asnjëherë të një qytetërimi vlerash të besimtarëve të Shkodrës, muslimanët të Kështen, që bashkarisht për gjatë kohëve kanë ditë me dëshmu një frymë të vllazërisë, të bashkëpunimit, të harmonisë, për cilën të gjithë ne kemi nevojë, e marrë njerëzimi ka nevojë. Edhe besoj se shembulli më i mirë është këtu në Shkodër, është në bashkëpunimet tona e në frymën e të shkuarve. Unë i përmenda monsinjorit një detaj shumë të vogël dhe me këtë po e përmyll këtë mesazh. Një prej imamëve tanë, me cilin ne kishim një bashkëbisedim para disa ditëve, një prej nismëtarëve të hapjes së xhamisë së Plumit, Hoxha Bebidani, thotë kur morëm vesh për hapjen e kapelës këtu do të kishës edhe vorreve të rrmajit, unë punoja thotë në fabrikën e këpucëve këtu afër, edhe ne erdhëm Kret. Edhe aty kishin vendosur një ark, edhe unë holla 250 lekë. Do dikush më tha, po çej tu bë? I thash vëlla, po na hapen dyert e kishave, e xhamive, po kjo është xhami mirë për popullin, kjo është xhami mirë për njerëzit. E që do thotë si bashkëpunimi do të kenë një dorë për dorë, e krah për krah të besimtarëve, pa paragjykime, edhe larg fanatizmit të verbër, na bën që me shiku përpara edhe me kap dritën e udhëzimit hyjnor për të jetuar në paqe me njëri tjetrin e megjithatë në harmoni në paqe me Zotin. E unë ju uroj çdo të mirë bekim ju dhe komunitetit tuaj, e njëkohësisht ju falenderoj edhe për mesazhin tuaj publik me rastin e 16 nëntorit, me anë të cilit ju na keni zbukuruar festën tonë. Të ndërruar, sepse njohin në shekanë vetrën e Nga fillu ekzekutimi kishë katolike, polarizim, dhe tjetër shumë i feshtë të shkruajnë të e vetë, që është pjesa e